njerëzit që marrin pagë nga buxheti i shtetit do të kenë rritje të pagës 50%. Kjo jeni bindur se do të ndodhë? Patjetër se do të ndodhë. Me ditët e para të fillimit të qeverisës. Analiza është bërë? Patjetër është bërë analiza, do të thotë ne kemi gjitha matjet që kemi bërë, jo vetëm për çështjen e rritjes së pagave, por edhe për investimet kapitale që do të ndodhin padyshim që është një motor i nxitjes së rritjes ekonomike, po dhe sigurimit të një qëndrueshmërie të zhvillimit ekonomik. Ne kemi pa vitet fundit çështjen e menaxhimit të buxhetit të shtetit që dorën zemër nuk janë për të vlerësuar me notë pozitive, për faktin që dim që pjesa e madhe e buxhetit është shpenzuar kryesisht për çështje sociale, edhe pak nga to do të thotë janë shfrytzuar për qëllime të investimeve kapitale apo projekteve të cilat sigurojnë rritje ekonomike. Këto na thamë për faktin që nëse bëjmë një analizë shohim shpenzimet kapitale, sa ka ndodhur në për vite, pothuajse janë në trendet ose në vlerat për afërta ashtu në vitet 2012-13 kur kishim një buxhet rreth 1 miliard e sa euro, dhe tani 3.6 miliardë, prap 600 milion euro të kemi shpenzimet e investimeve kapitale, është një nivel jashtëzakonisht i ulët i mjeteve të cilat po shfrytëzohen për qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik. Kështu thotë rritja paga për punonjës, se nuk janë vetëm pagat e shërbimeve civile që do të rriten me 50%, që ato hyn të gjitha kategoritë e punonjësve, policëve, zyrtarëve tatimor, doganor, arsimit, shëndetësisë, zjarfikësve e kështu me radhë. Po të njëjtën kohë do të ketë rritje të pensioneve për gjithë kategoritë pensionale, ata që janë kontributdhënës, skemave sociale, vlerë pashtu, po më dhe në përqindjet pashtu të njëjtë 50% do të ketë rritje, dhe pensioni më i ulët do të jetë në vlerë prej 250 euro. Absolut nuk jam i tharë që të përdoret paraja publike për qëllime elektorale, për qëllime çfarë edhe në të kaluarën kemi pa, do të shpërndarje të mjetëve në periudat saktuara që mund të kenë impakt elektoral, por anën tjetër nuk është javë rregullon mirëqenien e qytetarëve me 100 esh, 50 esh ndarë një herë për shembull. E di që qytetarët kanë nevojë shumë për me pas mbështetje nga ana e institucioneve qendrore, publike, por politika tona janë të orientuara që ne të sigurojmë ose të marrim masa të cilat zvoglojnë varfërinë e njerëzve nga skemat sociale dhe po ata njerëz të përgatiten për tregun e punës. Sot njerëz nga takime të shumta që po kam gjatë këtyre ditëve, po të kaluara që kam pas, kanë nevojë për një pagë sigurt edhe të rrjedhshme, jo për pritje të her pas hershme të ndihma nga ana e shtetit. Pra ata dojnë një vend punës me qëndrueshmëri. E ato vendet punës sigurohen kur kemi një program të qartë, formën se si duhet përgatiten ata njerëz. Pra matet e tona, do të thotë qeverisë nuk kanë me shku në drejtim të asaj se sa po japëm mjetet sociale, po sa po largojmë nga skema sociale njerëz. Po inkuadrojmë në tregun e punës. Ajo është synimi i secilës qeveri që është dashur të jetë me pritje për fokusin. Po do të padyshim. Të rritni për 50% pagat në sektorin publik. Pagat për 50% pensionet për gjitha kategoritë pensionale që janë. Po ashtu për invalidët dhe luftës, veteranët të gjitha ata. Mortezi po thosë po bëhet jo vetëm për konsum elektoral, por si një domosdoshmëri e madhe për ta paksuar degun social. Është nevojë kohës. Për ta goditur dhe inflacionin që është në shifra alarmante. Shoni, ne jemi duke ballafaqsuar me konkurrencë prej më ndryshme. Po të njëjtën kohë resurset humane janë bën një indikator ose një faktor i jashtëzakonisht determinues për shumicën e biznesit, për faktin që nuk ka resurse humane të cilat potencialisht mund të gjejnë në treg. Pra ka një mungesë të njerëzve që janë të inkuadruar në tregun e punës. Andaj nuk është interes asnjë shtetit që njerëz të cilët janë të aftë për me punu, të mbajnë në skema sociale.
asnjë qeveri demokratike edhe me orientim progresiv nuk e bën një gjatë të tillë. Pra, secili nështë edhe qytetari i cili mund të ketë ndonjë mungesë, ndonjë aftësie trupore, edhe ati do të më tentu me gjetë një vend punës që është i përshtatshëm sipas aftësive që i ka. E leme atë që është i plot 100% e me mbet në skema sociale. Pra, duhet me përdorë mekanizma, ka mundësi të ndodhin ato, për faktin që patjetër kemi program, edhe këto orientimet tona do të jenë në këtë drejtim. Sa më shumë rritet mirëqenies se shoqërisë sonë, sa më shumë që gjithë ata që kanë mundësi, çfarë do qofshin, çfarë do nivelit të përshkallëzimit të aftësive që trupore që mund të kenë, të inkuadrohen në tregun e punës. Në mënyrë që ata nesër mos jenë mbarën ose mos jenë barë sociale shtetit, po të njëjtën kohë të jenë kontribues në zhvillim të shtetit. Sigurisht, përveç aspektit financiar që ata do të përfitojnë, anën tjetër do të ndihen shumë më mirë edhe mentalisht, edhe fizikisht, për faktin që ata nuk konsiderohen si barë shtetërore, por po bëhen pjesë përbërëse e zhvillimit të vendit tonë.